Liberalizimi i vizave ka qenë lajmi më i ndjerë për të gjitha nënat shqiptare, kështu është shprehur kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli në konferencën Rritja e pjesëmarrjes së grave në jetën publike dhe politike, të organizuar nga OSBE dhe Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Po ashtu Topalli shpreu bindjen se ky vendim është dhe merit e kontributit të mira zonjave dhe nënave në progresin dhe zhvillimin e vendit. Unë e konsideroj lëvizjen e lirë si çështje të drejtave të njerëzit, e konsideroj lëvizjen e lirë si çështje të lirisë, dhe unë jam e bindur thellë në shpirt, se padyshim ka qenë një lajm i bukur për gjithë shqiptarët, por ka qenë më i ndjerë për nënat shqiptare. Ne jemi një popull që kemi 30% të popullsisë në emigracion. Kështu që unë dua të falenderoj të gjitha gratë e Shqipërisë, të gjitha nënat, të gjitha motrat, edhe për kontributin që ato kanë dhënë gjatë gjithë kësaj periudhe për të bërë të mundur që edhe ne shqiptarët të jemi si qytetarët europian, që të kemi dignitetin tonë, që të jemi krenar për arritjet që së bashku kemi realizuar. Për sa i përket përfaqësimit të grave në jetën politike të vendit, Topalli u shpreh se ka dyfishim të numrit të grave në nivel qendror, por kërkoi shtim të numrit të zonjave në vendimmarrje dhe garantoi për përfshirjen e tyre në garën e zgjedhjeve lokale.